Afro 120.000 euro janë dhënë si paga nga Ministria e Punëve të Brendshme gjatë vitit 2025 për punonjësit serb, ndonse ata nuk dolën fare në punë. Kjo është ndër të gjeturat e Zyrës Kombëtare të Auditimit. Një pjesë e rëndësishme e raportit për ministrinë i është kushtuar policisë së Kosovës. Sipas auditorit, policia ka keq klasifikuar shpenzimet në vlerë prej mbi 10 milion eurove, pasi u ekzekutuan pagesa nga investimet kapitale për pagat e punonjësve policor. Nga 12 rekomandime, 5 janë të reja, 4 të përsëritura e 3 rekomandime pjesërisht të përsëritura. Një ndër të përsëriturat vazhdon të jetë ushtrimi i funksionit të rreth 391 zyrtarëve për të cilat kërkohet grad më e lartë. Kjo kishte ndodhur si rezultati i implementimit të strukturës së re organizative gjatë së cilës janë krijuar departamente, divizione dhe drejtori të reja, pa u harmonizuar njëkohësisht aktet nënligjore. Në maj 2026 është aprovuar korniza regulative nga ana e drejtorit të policisë, e cila mundson fillimin e procesit të gradimit. Sistemimi i stafit në pozita që nuk janë në përputhje me gradën adekuate mund të ndikojë që pozitat e punës të ushtrohen nga persona me mungesë të kompetencës profesionale. Me këtë gjetje pajtohet edhe ish-drejtori i policisë Reshat Maliqi, i cili thotë se është dashur të shqyrtohen mirë aspektet ligjore para formimit të kësaj strukture. Gjë që nuk është një praktike mirë dhe nuk është mirë që caktohen pozita të tilla, por njerëzve që mundësohet që ata të gradohen, të marrin gradën përkatëse. Ky problemi i gradimit është problem shumë i madh në policinë e Kosovës, që vërtet ju shkakton problem edhe në implementim strukturës organizative dhe të udhëheqjes në polici. Tutje në raport thuhet se policia ka vazhduar të paguajë 50% të pagës edhe mbi 6 muaj për 58 zyrtar policor që ishin të suspenduar. Suspendimi me pagesë zgjat deri në 6 muaj, pas 6 muajve ndërpret tash pagesa dhe nuk ka pagesë. Pritet verdikti i gjykatës dhe në rast se pas vendimit gjykatës i njëjti shpallet i pafajshëm e fiton të drejtën të rikthehet në pozitën edhe në punën cilën e ka ushtruar më herët dhe normalisht ta merr edhe kompenzimin në rast se është i pafajshëm, në rast se është fajtor i ndërpret marrëdhënia e punës në policinë e Kosovës përgjithmonë. Raporti vënë pa edhe pranimin e një automjete në vlerë afër 90.000 euro, e që nuk ishte në përputhje me specifikimet teknike.